Seanca e dytë në themel ndaj kryebashkiakut të Tiranës Erion Veliaj është hyrë sërish nga GJKO, këtë herë për shkak të mungesës së avokatit për një nga të pandeurit në proces. Në të njëjtën kohë, gjykata ka marrë një vendim të rëndësishëm procedural, pezullimin e afateve të paraburgimit për Veliajn dhe të pandeurit e tjerë që ndodhen në masën arrest në shtëpi. Ky vendim nënkupton se periudha e qëndrimit në këto masa sigurie nuk do të llogaritet përkohësisht, duke zgjatur në praktik kohën reale të izolimit. Ky vendim vjen në një kohë kur Veliaj përmes formave të ndryshme procedurale ka zvarritur procesin në mënyrë të përsëritur, çka ka penguar vijimin normal të shqyrtimit në themel të çështjes. Me pezullimin e afateve, gjykata synon të shmangë zvarritjen e mëtejshme të procesit dhe të garantojë zhvillimin e tij pa pengesa procedurale, ndërsa ky vendim pritet të ketë ndikim të drejtpërdrejtë në kozgjatjen e qëndrimit të pandeurve në masat e sigurisë. Kështu, për shkak të zvarritjeve të seancave pa justifikim, Veliaj ka humbur të drejtën e përfitimit të paraburgimit, ku sipas ligjit një vit burg i llogaritej si 1.5 vite. Me vendimin e ri të dhënë nga GJKO, një vit burg do t'i llogaritet saktësisht një vit pas një shtesë përfitimi. Ky rregull prek si Erion Veliajn, ashtu edhe Elmana Bulen, i cili ndodhet në arrest shtëpie. Ndërkaq vendimi për shtyrjen e seancës për në 1 prill erdhi pasi pandeuri Meriman Palushi u paraqit pa përfaqësim ligjor, ndërkohë gjykata pranoi kërkesën e Veliajt për të caktuar si avokat mbrojtës ish deputetin Plaren Dreca, i cili u legjitimua pavarësisht se është vënë në hetim nga SPAK për shkelje të barazisë në tendera. Veliaj ndodhet në paraburgim që prej 10 shkurtit të 2025-s, ndërsa ndaj tij rëndohen 13 akuza për 5 vepra të rënda përfshirë korrupsionin pasiv, pastrimin e parave dhe shpërdorimin e detyrës.